Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Gjesti kohën e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes, do të thënë të gjithë kanë qenë të interesuar të dinë se çfarë po ndodh me Gjestin, si është jeta e tij dhe çfarë po ndodh me gjykimin të Gjestit. Një lajm që në fakt ka ngritur shumë pikpyetje, janë shkruar shumë tituj për Gjestin, por ne kemi arritur që të sigurojmë edhe lajmin kryesor se çfarë ka ndodhur sot në gjykatën themelore në Prishtinë. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka dështuar që të mbahet seanca dëgjimore në rastin ku këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, akuzohet për 3 vepra penale: armëmbajtje pa leje, kanosje dhe asgjësim apo dëmtim i pasurisë. Shkak i dështimit të kësaj seance ka qenë mungesa e të akuzuarit. Mbrojtësi i Kelmendit, advokati Burim Azemi, tha se përmes mesazhit këngëtari e ka njoftuar se nuk mund të jetë i pranishëm në seancë, ka thënë advokati, ku më pas rrethanat janë objektive apo subjektive, nuk i di për momentin, mirë po më ka treguar që e ka të pamundur me u prezantu sot, ka thënë advokati. Do me thënë Gjesti ka nisur një mesazh që nuk mund të jetë pjesë e gjykimit të ditës së sotme. Ai shtoi se nuk ka pasur komunikim tjetër me të akuzuarin, duke theksuar se Gjesti ka qenë në Shqipëri për një koncert, gjë të paktën ne e kemi parë, do me thënë Gjesti ka hedhur së fundmi fotografi edhe me Gimbon, që kanë patur një koncert së bashku. Prezent në seancë ishte edhe prokurori Malar të Kuçi, ndërkaq përveç Kelmendit mungoi edhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar Erkand Shabani. Do me thënë asnjëri prej të 2 palëve nuk ka qenë pjesë e gjykimit të ditës së sotme. Advokati Besnik Berisha ka munguar së bashku me Erkandin, që në kupton është advokati i Erkandit. Gjykata konstatoi se nuk ka kushte ligjore për mbajtjen e seancës dëgjimore. Gjykatësja Edita Canta bëri të ditur se në rast se i akuzuari nuk paraqitet në seancën e radhës, gjykata do të lëshojë urdhëresë për sjellje me detyrim. Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prishtinë më 19 mars të vitit të 2026 njoftoi se këngëtari Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, ka arritur marrëveshje për pranim fajësie me prokurorin, andaj me kërkesë të prokurorit atij u ndërpre masa e paraburgimit. Sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Prishtinë të ngritur më 24 mars të vitit të 2026, Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, akuzohet se më 11 mars të vitit të 2026, rreth orës 14:50 në Prishtinë, në zyrat e studios Onima, me qëllim për të dëmtuar Erkand Shabanin, t'i ngjall ndjenjën e frikës, e kanos për shkak të një borxhi paraprak. Në aktakuzë thuhet se i pandehuri shkoi në zyrat e të dëmtuarit dhe me një pistolet të cilën e mbante në dorë i drejtohet të stafit me fjalët "ku ose kam me e vra", duke nënkuptuar për të dëmtuarin Shabanin. E më pas, ky i fundit lajmërohet nga stafi. Me këtë rast të dëmtuarit i ka shkaktuar ndjenjën e frikës, ankthit edhe pasigurisë për jetën. Me këtë akuzohet se ka kryer veprën penale kanosje nga neni 181, paragrafi 4, lidhur me paragrafin e 2 të kodit penal. Gjithashtu me datë, kohë dhe vendin e njëjtës si në dispozitin e parë, i pandehuri Kelmendi akuzohet se me dashje dhe me qëllim që të dëmtuarit Shabanit të shkaktoi dëm material, pasi shkon në zyrat e Onimës, fillimisht e kërkon të dëmtuarin, mirë po nuk e gjen aty dhe më pas në shenjë revolte lidhur me mosmarrveshjen
për pagesat e borxhit, i pandehuri i dëmton një kompjuter dhe 2 xhamat e studios duke shkaktuar dëm material. Me këto veprime, Kelmendi ngarkohet me veprën penale asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 321 paragrafi parë të kodit penal. Gjithnjë, sipas aktakuzës, në të njëjtën datë Kelmendi ngarkohet se mbajti në posedim armë në kundërshtim me ligjin e zbatueshëm lidhur me armët, pasi kishte hyrë në studion Onima, kishte në posedim pistoletën me një karikator dhe 14 fishek, pa leje përkatëse nga organi kompetent. Arma i është sekuestruar nga policia dhe me këtë akuzohet edhe për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedimi pa autorizuar i armëve nga neni 366 paragrafi 1 i kodit penal. Kjo është e gjitha lënda në fakt që akuzohet Gjesti, por ne të gjithë e dimë se si ka rrjedhur kjo lëndë nga një luftë e madhe që Gjesti fatkeqësisht ka patur me Erkand Shabanin, drejtuesin e kompanisë Onima, që siç duket edhe vetë Erkandi nuk ka qenë pjesë e procesit gjyqësor ditën e sotme, por gjithashtu edhe Gjesti nuk ka qenë pjesë, por ka patur advokatin e tij pjesë të këtij procesi, ndërsa Erkandi nuk e ka patur edhe advokatin. Unë uroj me zemër që për Gjestin ky rrugtim i vështirë të përfundojë sa më mirë. Gjesti e ka potencuar edhe në intervista të ndryshme, edhe në intervistën në fakt që ka patur për Goca dhe Gra, që ka kaluar një krizë të rëndë emocionale dhe shpirtërore. Ishin ditët dhe momentet më të vështira ku Gjesti humbi edhe vllaun e tij, Eldionin, dhe patjetër që kjo ka ndikuar jashtëzakonisht shumë tek Gjesti. Por normalisht shteti do bëj punën e tij, do jep edhe masat që do t'jenë, që siç duket do t'jenë masa disiplinore për të mos e përsëritur më të njëjtin gabim. Gjesti u lirua nga paraburgimi sepse kërkoi falje dhe pranoi fajin të cilin e kishte bërë nën efektin e, duhet të thënë gjithmonë, nën efektin e krizave të ankthit, që ato të cilët përjetojnë kriza ankthi e din shumë bukur se çfarë është në gjendje që të bëjë një krizë ankthi, por gjithsesi Gjesti me patjetër që ndoshta në seancën e radhës dëgjimore do të paraqitet, por e gjithë kjo situatë, që është shkaktuar, vjen nga një rrjedhë e gjatë e keqkuptimeve që ka patur kompania Onima së bashku me Gjestin, ashtu edhe siç u tha nga advokati, që kompania Onima pa dëshirën e Gjestit ka shtuar edhe kontratën më tej, gjë që në fakt e bëri që Gjesti të mos mundet dot të postoj edhe këngët e tij në kanalin e tij zyrtar YouTube, por i nxori tek kanali i Gimbos.